Pejgamberi alayhis salam, vllai nderuar, është mërzit i erë që ai, kur them mërzit nuk e pëlqeu fjalën, ishte në xhami duke bëu bisedë me shokët e vet. Hyn njëri bën një veprim pahishëm në xhami. Çoan shokët e vet. Në xhami të Zotit. Po, ti je me edukat, po unë po e them, urinoj në xhami. Po, një veprim pahishëm. Po, një veprim pahishëm. Jo, se duke kërkoj ndjes nga dëgjuesi, po duke e kuptuar, po të na ndodh të sot nuk e di çfarë kishin bëu aty robët. Prandaj e përmenda jo se është e hiqme, po e të kuptoj, ai ishte beduin. Pra ishte vite nga larg. Këto beduinët jetoshin shkretire, s'kishte lidhje me qytetrimin, me njerëzit, as nuk e kuptoi mirë se në çfarë vendi ishte, po një gabim të madh. Ignorant i madh. Shokët u ngretën, dikush ta shante, ta shtyrte, dhe pejgamberi selam tha, s'është kjo zgjidhja. Dhe ishte aq i mëshirshëm, dhe aq i afër, dhe aq i dashur për t'i udhëzuar njerëzit sa nuk dha asnjë lloj shenje nervozizmi ose mërzitje. Po tha thirreni të tulet dhe ai ndoshta mëson. Dhe ai çuditshëm ulët aty ne e kishim rraf. Kuptimin, ishim sjell edhe me thon drejtën ta caron një veprim i tillë në xhami tani. Po na notë kanë Por domethënë kur ai e bën një veprim tillë dhe ne do u sillshim keq, ai është ignorant dhe ne shkojmë drejt ignorancës. Se nëse do ishte i ashpër, kishte shumë drejt. Do ishte pejgamberi, do ishim ne, kush jemi ne? Se nga herë ne du me kalu në ignorancë edhe pejgamberin alayhis salam. Dhe ulët ai, duke ligju bisedën e pejgamberit dhe mbaroi biseda. Dhe ishte zbut pak, po jo tamam, se ishte ignorant. Edhe të flas zonë tha, me atë të vetën. I tha pejgamberi po patjetër. Ai niti ngret durët dhe tha Allahumma irhamni wa Muhammeda wa la tarham ma'na abada. Au ahada. Tha o Zot, më shiro mu dhe Muhamedit, asnjë nga këto të tjerë. Pra, don çdo hap gabim, për ignoranca është problemi i madh. Çfarë i tha pejgamberi? Se do të dalë që nuk u mërzit kur boni atë veprim në xhami, u mërzit kur u cënu një koncept i besimit islam. Tha jo, la tudayiq rahmetallah, mos e ngushto tha mëshirën e Zotit. Inna rahmetallah wasi'at kulli shay. Allah. Siç është Kurani, mëshira e Zotit ka përfshirë secilin send. Ktu nuk e toleroj, sepse këtu është koncepti që mëshira e Zotit ka përfshirë çdo gjë dhe në veçanti do përfshi besimtarin dhe ndershme që agjiron, që falet, që ka kulturë dhe kupton Islamin si sistem jetese.